Në shenjë proteste kundër pasojave të sistemit të ri digjital të Bashkimit Evropian për hyrje daljet e kamionëve në hapësirën Schengen, shoferët e kamionëve në disa vende të Ballkanit sërish kanë bllokuar kalimet kufitare. Në ditën e tretë të protestës u bllokuan 10 trapik kalime kufitare në Bosnjë, Maltëzi në Maqedoninë e Veriut. Edhe shoferët serb bllokuan pikë-kalimet kufitare për hapësirën Schengen, duke krijuar raste të gjata të kamionëve. Në pikën kufitare Bajakovo, kalimi më i rëndësishëm kufitar ndërmjet Kroacisë dhe Serbisë, kamionët krijuan një kolon të gjatë prej rreth 2 kilometër, sikurse i konfirmoi policia kufitare për mediat e huaja. Dhoma e serbe e tregtisë u ankua se ekonomitë e Ballkanit Perëndimor çdo ditë po humbasin rreth 100 milion euro nga vlera e eksporteve. Shoqata e spedicionit i koordinuar aksionet e protestës kundër sistemit digjital të aplikuar që nga tetori për hyrje daljet e personave nga vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian. Sistemi Entry Exit System synon të shmang vulat në pasaporta duke regjistruar në mënyrë digjitale në një regjistër qendror për të gjithë hapësirën Schengen, informacionet për udhëtimin dhe të dhënat biometrike. Qëllimi kryesor me aplikimin e këtij sistemi është mbrojtja e kufijve të jashtëm të Bashkimit Evropian. Sfondi i protestës ka të bëjë me faktin se sipas CIS-s, së fundmi janë arrestuar në mënyrë të përsëritur shoferët që kanë shkelur rregulloren e qëndrimit 90 ditë brenda harkut kohor në 180 ditë në Bashkimin Evropian. Kjo rregullore nuk është e re, por përmes sistemit elektronik mundësohet një kontroll më i rreptë i shtetasve jashtë Bashkimit Evropian. Si kusht për shfuqizimin e bllokadës, organizatorët kërkojnë që të negociohet për rregulla përjashtuese, që të paktën të garantohet se nuk do të ketë arrestime të shoferëve. Zëdhënësi i Komisionit të Bashkimit Evropian komunikoi me autoritetet e Brukselit se janë të vetëdijshëm për shqetësimet e shprehura dhe po ndjekin me vëmendje situatën. Sipas të dhënave të Bashkimit Evropian, partneri kryesor i tregtisë për vendet e Ballkanit Perëndimor është Bashkimi Evropian, me rreth 60% të gjithë volumit të tregtisë në rajon. Në 2024, tregtia e mallarve ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor arriti një volum prej mbi 83 miliard eurosh.